Mbrëmjen e të hënës, rubrika sportive në drejtimin e Sajmir Axhiut u organizua jo si herët e tjera, por në një kohë rekord për të qenë korrekt me teleshikuesit, në një kohë që ndeshja përfundoi vetëm 60 minuta përpara nisjes së emisionit. Megjithatë, në orën 20 gjithçka ishte gati, duke diskutuar edhe ngjarjet e ndodhura pas ndeshjes. Të ftuar ishin ish-trajneri i Flamurtarit dhe opinionisti Eqere Memushi, opinionisti i përhershëm Vangjel Laluci, ish-futbollisti Thanas Gjyri, ish-portieri Anesti Arapi dhe specialisti i gjykimit Pajtim Aliko. Gjatë rubrikës sportive u diskutua për dy ndeshjet e Flamurtarit të kësaj jave me Vllaznin dhe Elbasanin. Të ftuarit thanë se Flamurtari edhe pse humbi me Elbasanin, luajti si i barabartë, por bëri gabime, sidomos në mbrojtje dhe tek pësimi i golit. Skuadra sipas tyre ka treguar se ka rritur shpirtin e garës dhe është bërë më luftarake. U diskutua edhe për sjelljen e tifozëve pas ndeshjes, ndërsa më shumë ju mëshua faktit që nuk ishte vetëm Elbasani që i krijoi këto situata, por edhe tifozeria jon ultrase ka nevojë që të jap fund ofendimeve në stadium, pasi kështu mund të paksohet numri i shikuesve në të ardhmen. Rubrika sportive në drejtimin e Sajmir Axhiut rikthehet sërish të hënën në mbrëmje në orën 20.